Atëherë të dashur, si që ceka dhe më herët, kam sot të ftuar këngëtarin Leotrim Zejnullah, që besoj tashmë emër i njohur qoftë për mbrëmjet live, po edhe për projektet që ka sjellur deri tani. Përshëndetje Leotrim, shumë kënaqësi që të kam sot në studio. Përshëndetje Artemisa dhe mirë se ju gjeta. I kaluan festat, nuk e di për juve ka qenë më shumë periudhë pushimi, apo ndoshta një nga periudhat më të zëna të vitit? Unë ka vite, saktësisht nuk e di, po mund të them që moti që unë nuk i festoj këto festa, shkaki se nuk kam mundësi. Unë jam çdo herë në punë, po ajo puna jonë këndimi shihet çdo herë si festë. Unë shpesh u them edhe miqve të mi edhe kur vinë, a mos e të kënaqemi, ju të kënaqeni, unë pa tjetër që po, mirë po pesha ime është që ta mbaj atmosferën në nivel të lartë, am kupton të merrem cilën këngë e don publiku, do të thonë përgjithësia është e imja, kështu që nuk është e kollajshme. Se kështu në të pame duket e lehtë, po nuk është, ka shumë përgjithësi këndimi. Kur nis, le të themi, kjo periudha, ndoshta këto mbrëmjet, kur bëhet kjo kërkesa më e lartë? Po, zakonisht, shive se ne i kemi edhe festat e nëntorit, edhe ato lidhen bashkë me festat e fund vitit, kështu që prej festave nëntorit, deri tani nga mesi janarit, pastaj është ajo qetësia absolute, ku vdesim ne artistët, kështu edhe shpirtnisht, se jemi mësu, çdo vikend kemi aktivitete, po qetësohet edhe pastaj nga marsi fillon përsëri. Është e lodhshme si periudhë? E kuptoj, është edhe e kënaqshme, edhe gëzoni, e festoni, besoj gjithmonë me publikun poshtë, sa do pak e lodhshme? Po tani mendoj se vetë u përgjigje, është edhe e lodhshme edhe i ka kënaqësitë e veta, kështu që janë është si thonë ajo thik me dy teha. Kështu që edhe ne kënaqemi kur është atmosfera e mirë, po ndonjëherë ke përgjegjësi që ta ngresh atmosferën apo gjëra të tilla. Si e ngrejmë zakonisht atmosferën, ose çfarë kërkon më shumë publiku kur jemi qoftë nga festat e nëntorit, po edhe këto të fundvitit? Varet prej publikut, për shembull të rinjt kërkojnë këngë më moderne, po ka ndonjëherë ndodhen edhe këngët patriotike, ngjallin pak më shumë, do të thonë varet vendi, si vendi ashtu edhe ku vendi. Kështu që ajo varet prej publiku çfarë gjenerate është, si është, ku jenë, çfarë ambienti je. Edhe ne adaptohemi pas shijeve të publikut. Si çdo artist, gjithmonë duke ju adaptuar, kryesisht rrethit që e patjetër, po unë flas për veten me korniza të caktuara. Ashtu. Që janë pak a shumë ose që janë, jam shumë i kujdesshëm në zgjedhjen e repertorit tim, kështu që nuk është se i plotsoj shumë dëshirat. Tani ndoshta tingëllon keq e kam fjalën, do me thonë nuk dal jashtë asaj që jam unë, që është Leotrimi. Je edhe artist, flasi muzikant profesionist, që besoj e ke atë përgjegjësinë le të themi, ose kujdesesh që ta sjellësh një vlerë të caktuar. Patjetër, do me thënë kjo është fiks arsyeja, kështu që mundohem unë sa më shumë që të kem kujdes në përzgjedhjen e këngëve që bëj. Gjithsesi, besoj kujdesi duhet të qëndrojë i lartë, sidomos te këto periudhat ndaj vetes edhe ndaj zërit. Te këto periudhat më të zëra të vitit. Po, ka qenë pak periudhë e frikshme, me disa viruse, unë për vetë shqyqyr zotit ende s'kam pas gjë, kështu që inshallah nuk kam, po duhet kesh kujdes, sepse është ritmi i fuqishëm, do me thonë gjdo dit nga 3-4 orë, mos më shumë, edhe kordat aq janë, kështu që mos hynë detaje si një mjek të flas, po besoj se kam atë të drejtë flas për kordat, janë si fije të holla, kështu që janë të ndihshme shumë edhe duhet kemi kujdes. Diçka shumë delikate. Janë shumë delikate, fiks. Mbrëmjet live, me që jemi akoma tek mbrëmjet live, vazhdon të jetë një nga format që tek ne të paktën një artist funksionon apo duhet të mirret, po thua është një nga forma që është mirë t'i kaloj një artist apo një muzikant, një këngëtar në këtë rast? Patjetër, sepse aty fillon nga pak dhe zhvillohesh dal nga dal edhe në publik më të madh. Unë për vete mbrëmjet i shijoj shumë. Shpesh e them, domethënë nuk ka rëndësi çmimi, por ka rëndësi ai repertori, bendi, më jep kënaqësi, domethënë jam në fazonin tim, ku jam 100% Leotrimi. Kështu që unë për vete mbrëmjet i shijoj ekstrem, edhe me zi pres, zakonisht vikendeve që të kem ndonjë aktivitet me mbrëmje. E pastaj këto evenimentet familjare,
edhe ato i shijoj as që diskutohet, mirë po janë një fazon tjetër edhe një tjetër çka. Aty pak ndoshta ndryshon edhe kërkesa, Edhe edhe kërkesa, përgjegjësia, edhe po edhe patjetër. mënyra e qoftë të kënduarit apo edhe Edhe interpretimi festimit ashtu. normal më serios, ma jemi një ambient më familjar, a kështu kur jemi në për lokale, në për e kemi atë lirin të shprehemi artistikisht më tepër. Si është stili i leutrimit, qoftë tek mbrëmjet live apo vetë tek projektet e tia si këngëtar, apo çfarë përfaqëson leutrimi në stilin e tij muzikor? Ku qëndron, në cilat zhanër më tepër? Zakonisht jam në pop edhe në pop rock, kështu që aty ndihem, jam vetvetja, patjetër me disa nuanca popullore, për të limituara, si që thash, jo dal jashtë vetvetes, sepse unë çdoherë jam autokritik shumë i madh, sa që ndonjëherë edhe e teproj, mundohem të secila këngë ta gjej vetveten edhe ta jap atë që duhet. Kështu që nuk bëj përzgjedhje ndonjëherë hajtë se është hit edhe nëse nuk më shkon mua si personalitet, si vokal, nëse nuk është ajo kënga që unë e ndjej dhe e dua dhe nuk më shkon artistikisht, atëherë unë nuk e përzgjedhi vetëm sepse e kërkon tregu. Kështu që mundohem të ri non-stop në nivel të caktuar. Kështu që pop rock aty jam vetvetja. I kemi në mbrëmjet live apo dhe në ajenjë të ndryshme përveç trendeve apo hiteve që thua, ndoshta edhe ndonjë vetë ato këngët që i dëshiron e i këndon me qejf, po dhe ato që t'i kërkon publiku, këndon shpesh edhe nga vetë projektet të tua? Po, patjetër, ka ndodhur që edhe i kërkojnë, por edhe ndonjëherë u aservoj, sepse shpesh ne e keq përdorim këtë termin, apo si ta them këtë punën tonë, unë mendoj se çfarëdo që i servon publikut, ai e pret me krah të hapura, kështu që nuk është se non-stop ne duhet të bazohemi në trende. Edhe se çka është hit, unë mendoj se kemi një farlloj përgjegjësie shumë të madhe që edhe në qoftë se unë bëj për vete shumë eksperimente në një repertuar të caktuar që zakonisht e përfshin krejt këngëtarët, unë e vendosi edhe disa këngë ta shoh pak reagimin edhe unë e praktikoj për vete edhe deri tani më ka funksionuar pozitivisht. Mire thua, është vërtet e keni një përgjegjësi ndaj publikut apo edhe edukimit le ta quajmë, kulturor, muzikor që ndaj audiencës, sepse fundja jeni ju si profesionist që t'i edukoni sa do pak apo t'i ngrisni këto vlerat muzikore që kemi. E vërtet shumë une edhe bile para disa ditve ishte një thënje që i kështu një shprehje që dha Alketa Vesiu me një emision ku më pëlqeu shumë, do me thënë nuk është që me pak fjalë për e përshkruaj, nuk është që të shkosh all in thjesht për të pas shumë punë. Duhet të arruash nivelin pak edhe të vlerave, edhe të asaj që kërkohet. Në përgjithësi, çdo gjë në jetë duhet ta gjejmë mesin e artë. Edhe në ushqim nuk bën ta teprojmë, edhe në vrapim nuk bën ta. Në gjithçka duhet ta gjejmë atë mesin e artë që të paktën t'i ruajmë edhe vlerat muzikore, edhe të kënaqemi vetë, edhe ta kënaqim publikun, krejt jenë fund happy. Sidomos edhe tek muzika popullore, mendoj unë shumë e rëndësishme kjo pjesa, sepse po preket edhe ajo këto ditë, po preket, po ndërhyjnë shumë trende, le të themi, apo variante që ndoshta nuk i përkasin, edhe ti vetë ke edhe përvojë po ashtu edhe me muzikën popullore, klasike, edhe shumë zhanre të tjera, kështu që besoj e kupton dhe këtë pjesën, shumë e rëndësishme të ruhet edhe vlera tradicionale. Edhe vlera popullore, unë shpesh në përdarsma kur shkoj edhe them po këndoj edhe popullore, edhe ama jo ashtu qeta, them këngë popullore janë ato janë këngë qytetare që ma që, do me thëmë popullore si thonë tallavasot, edhe shpesh herë une kam edhe debate këshu me njerës, me miqë që e diskutojmë, thëmë popullorja është këngë e pasër Shqipe që bën qejf, për shembull në për darsma, por edhe në për mbrëmje. Ata lavaja pastaj është diçka tjetër. E vështirë të ruhet autenticiteti edhe po ashtu këto vlerat në ditët e sotme? Nga ti, nga kolegët tu, apo edhe ballë për ballë këtyre debateve që ke me njerëzit? Unë e them për vete, unë e kam komoditetin që t'i ruaj. Pse? Ndoshta sepse ende nuk kam përgjithësi, them
kështu familjare, jam single me qëllë. Edhe kam mundësin edhe punoj thjesht për vete. Nuk kam përgjegjësi më të mëdhaja dhe mundohem që deri në këto momente ta ruaj atë të duhurën. Urojmë që edhe kur të vinë këto përgjegjësi të vazhdojë njëjta. Ndoshta në të ardhmen, never say never, thonë, edhe pse unë jam si karakter shumë i rëndë, kështu kur e vej kokën edhe nuk shejpe, por mundohem tani për momentin që t'i ruaj këto vlera sa do kam mundësi. Dua të kalojmë pak tek festivalet. Ke marrë pjesë në festivale, nuk e dija është qëllim të marrësh pjesë akoma, do të kemi prezent në skena të ndryshme të festivaleve? Të them të drejtën, sepse ndihem shumë komfort këtu në studio shqiptarisht, edhe më vjen të flas rehat, më ka ndodhur që edhe vjet për shembull kisha qejf të marr pjesë te Radio Televizioni Shqipërisë, që mbahet Festivali Këngës, por diçka me datat u ngatrova edhe nuk arrita ta çoj projektin në kohë. Por këtë vit shpresoj që t'jem pjesëmarrës aty, por edhe në për festivale tjera, pse jo, por për këtë gjithë aty e kam qëllimin. Targeti im është të ai festival. Nuk po të pyes gjë, se besoj jemi akoma shumë herët për të diskutuar detaje. Jo, ende jemi herët, por jo pak a shumë, por 100% do jetë zhanri im, ajo që e tha shumë. Ky pop roku, që aty jam rehat edhe më flen, që ta prezantoj veten në mënyrën më të mirë të mundshme. Për këtë do të pres sërish në studio që diskutojmë, urojmë të shohim një rezultat sa më të mirë, pse jo ndoshta edhe fituese. Pse jo. Si dihet asnjëherë. Ashtu nuk dihet asnjëherë. Edhe pastaj e dimë se shkon në Eurovision dhe gjëra të tjera, përgjithësi edhe vet ajo pastaj. Ashtu. Rëndësia për të marrë pjesë në festivale, e krijon sadopak artistin, skena të tilla, karakteri garues? Unë mendoj se kanë shumë vlerë artistike këto festivalet. Për fat keq ne artistët Maqedoni jemi në një farë lloj gjumi. Arsyen sepse nuk e di. Kemi qëndruar më mirë, ndoshta shumë vite më parë, se sa që qëndrojmë tash. Jo më mirë, po kemi qëndruar shumë më mirë. E shoh se ka tani disa tendenca që më pëlqen nga gjenerata pak më e re se unë, kështu që besoj se në të ardhmen do t'jetë më mirë. Mu vjen keq se shpesh kur e diskutojmë, do me thonë, para shumë vitesh, unë mendoj se artistët shqiptarë të Maqedonisë kanë qenë shumë me pesh, duke nisë nga Elita Peç, që sot e me këtë ditë, Big Mama, Indjeri Shpat Kasapi, Tuna, Leonora Poloska, e shumë artistë tjerë që emra që kanë lënë gjurmë dhe akoma vazhdojnë të jenë emra të vazhdojnë, po them aso kohë kanë qenë on top. Dhe mendoj se ky vend ka shumë talente, jo pak, dhe duhet shfrytëzohen, po arsyeja sepse nuk e kam gjetë ende përgjigjen. Kemi një farë lloj pesimizmi edhe për fat keq nuk më pëlqen, por e shoh të disa të rinj që kanë entuziazëm, kanë dëshirë dhe i shoh në pjesëmarrje në për emisionet të ndryshme, në për këto talentet e ndryshme, kështu që them se ka shpresë dhe besoj se do arrin rezultat. E çuditshme sidoqoftë le të themi ky gjumi në 2026 tashmë në periudhën në kohën e rrjeteve sociale, kur ndoshta sadopak është bërë më e lehtë njohja e emrave të ndryshëm. I çuditshëm. Kemi qenë më mirë në një periudhë kur ka qenë më vështirë, qoftë për të ndjekur stilin tënd individual apo edhe për të përfaqësuar diçka, kurse ka pas edhe më falë se ndërpres, ka pas edhe Nota Festi, festivale të ndryshme, por unë mendoj se nuk është vetëm përgjithësia të artisti, sepse puna jonë është përfshin edhe shumë segmente tjera, për shumë menaxheri duhur, produksioni duhur, e shumë tjera, ekip për shumë për të incizuar videoklipe, është një zinxhir shumë i gjatë që e krijon një artist. Edhe këtu, siç e thash, ka pas shumë, po kohës fundit shpresojmë që do aktivizohen edhe do ndryshojnë gjëra.
Me që jemi akoma të festivalet, unë do doja të ndjekim një nga këngët të tua të preferuara të mia, dhe jo vetëm të tua, por në përgjithësi që ndronë mbetet një nga këngët të mia të preferuara, kënga Harom që ke prezentuar në Këngën Magjike, nëse nuk gaboj, në vitin 2022. Atëherë ndjekim dhe rikthehemi më pas e komentojmë pak si këngë. Thashë, mbetet një nga këngët e mia të preferuara, dëgjoj shumë shpesh, në përgjithësi vargjet, orkestrimi, linja muzikore, gjithçka shumë e bukur. Po, është këngë shumë e mirë, do me thënë tekstin edhe muzikën e ka shkruar Vullnet Neziri, produksionin, orkestrimin ato mix master që janë gjëra tjera Rilinda Limani, edhe shife, unë gjderë, gjdo projekt e kërkon atë vëmendjen e vetë për kushtimin, dashurin, dhe ky projekt i ka pasur këto. Tani, për fat keq nuk do të thotë që gjdo herë duhet të bëj boom në një projekt, por pas disa viteve unë do jem rehat që ta lëshoj dhe ta ndëgjoj. Kjo është qëllimi. Dhe me shumë krenari do e ndëgjoj. Dhe kjo është... Mendoj që unë çdo artist duhet ta ketë si pikë qëllim apo target që t'i ketë projektet muzikore sa më të mira dhe normal të krijuara artistikisht sa më të bukura. Si që thua, një nga këngët që ka lënë gjurmë, ose të paktën do lërë gjurmë në repertorin tënë si këngëtare, një vlerë që pas ca kohe do shofësh me krenaria. Fiks. Mendon ta sjellësh ndonjëherë me videoklip apo do ngelet ky rezultat që të them të drejtën nuk e kam menduar, e kam pat menduar që në mënyrë akustike ta bëj ndonjë version, po kështu me videoklip dua t'ja lë Këngës Magjike atë, sepse ka qenë hera e parë që kam marrë pjesë, kështu që le të rije si një kujtim. Besoj projekti qelluar ndihesh i vetë kënaqur që zgjodhe si projekt të parë për të marrë pjesë për herë të parë në Këngën Magjike. Unë edhe në çdo pjesëmarrjen time në të ardhmen që do të kem, do jenë domethënë të kësaj natyre projektet e mia. Besoj do ndëgjojmë tani edhe në sfond këngën Plag. Është një këngë ka ardhur para Harom apo pas? Para Harom. Edhe ajo njëjtë, mirë po, ajo ka qenë pak me atë që e thash edhe më para, ti përshtatem kohës. Kështu që është, edhe pse artistikisht është e ndërtuar shumë bukur, muzikalisht, po i ka ato bitat, gjëra që i kërkon koha. Kush na e shkroi, apo kush e bëri? Rilindi është marrë me gjithë projektin dhe se ne bashkëpunojmë shumë, do me thënë njihemi tani ma 10 vite, edhe kështu që bashkëpunojmë edhe jemi si këtu në studio edhe të Rilindi jemi si në shtëpi. Për ndryshëm vje mirë që ndihesh kështu. Mendon vetë ndonjëherë të futesh le të themi te kjo pjesa e shkrimit të teksteve apo tek krijimi vetë i muzikës ose gjërave të tjera, orkestrimi që kërkon një këngë? Unë i kam disa principet mia, sepse them edhe ai tekst shkruesi duhet të punojë diçka, edhe ai muzikanti duhet të punojë diçka, kështu që unë jam përkushtu edhe profesionalisht me shkollim, edhe në ndërtimin e karrierës time, do me thënë të merrem vetëm me pjesën vokale, me atë që më takon mu, jo që kam diçka kundër, as që diskutohet, për shembull kantautor kemi jo vetëm shqiptar të mëdhej, por edhe në gjithë botën, po unë për vete flas dua t'ja lë në dorë ati që merret me atë gjë. Nuk them se nuk kam tentuar, i kam edhe disa tekste të shkruara vetë, por mendoj se më fair është ashtu. Fiks, ata që e bëjnë tamam punën që merret me atë gjë. Gjithsesi, duket që të janë përshtatur tek të dyja këngët shumë mirë personalitetit tënd dhe atyre, domethënë çka ti kërkon faktikisht nga muzika dhe çka kërkon nga vetja apo prezantimi yt, qoftë vokalisht apo me mënyrën si e shoh apo ndëgjoj unë. Fiks është ashtu, do të thonë unë çdo herë kam punuar që ta tregoj veten në mënyrën më të mundshme dhe ashtu si që është leotrimi, tani unë nuk mund të këndoj rap se nuk më shkon, jo që s'mundem, po nuk është ajo gjëja që unë do dalë nesër në skene dhe do ndihem rahat ta bëj.
Dhe jam fokusuar në atë që di ta bëj mas miri dhe dua ta bëj. Kështu që kjo është arsyeja. Te kënga Haron thej që pak a shumë do të shohim tani një tutje tek ajo linë muzikore, apo jo, tek to që po ndëgjojmë. Kështu që pak a shumë do të shohim kështu edhe tek festivali i këngës, apo jo? Patjetër. Do me thënë, kjo është zhanri që mu flen edhe dua ta prezantoj veten me këtë lloj zhanri. Mendon të eksperimentosh, s'themi tani, po herdo kur do, me ndonjë zhanër tjetër pak të provosh, apo se ke mendu? Për momentin nuk është se e kam mendu, jam i hapur normal për eksperimente, po të bukra, dhe që nuk do më detyrojnë që dal jashtë vetes, dhe në ato lloj eksperimente why not, pse jo. Çfarë po na pret tutje? Ne kemi akoma për të zbuluar edhe nga një këngë tjetër, se është bashkëpunim ajo, dua të flas pak edhe për pjesën e dueteve, po gjithsesi çfarë na pret tutje nga Leo Trimi? Tani unë kam një projekt që është në sirtar, edhe është i gatshëm, mund të them 99%, kam mbetur vetëm videoklipi që ta bëjmë. Është një projekt shumë i bukur dhe ajo është pak me nuansa të kohës, nuk është plotësisht pop rock ashtu siç e prezantoj unë veten, por ka edhe nuansa të kohës dhe besoj se pas kësaj fazës dimrit pranverës, besoj se i takon më shumë periudhës afër verore, do kisha thënë. Afër verore. Sa s'ka nis ajo periudha akoma më busy për ju që është më ngarkuar. Kështu që është në sirtar një diçka shumë e bukur. Kështu që do e presim së shpejti dhe me videoklip. Patjetër. Diçka më tepër s'mund zbulojmë derisa na vjen. Më tepër jo. Po do na ngelet edhe ajo po ta diskutojmë. Di se keni qenë një strofë, një melodike, jo, dua ta lë kështu që dalet tamam siç duhet, po. Do jetë single, apo jo, më thënë? Single, po. Është projekt vetëm ju dy. Vetëm. Edhe atë kam punu bashkë me Rilindin e kemi bërë. Kështu që të presim e të shohim. Uroj që të ketë një sukses dhe një bujë të madhe, sepse e meriton nga gjithçka që shoh muzikalisht vërtet. Me që jemi tek pjesa projekteve të singles dhe dueteve, do ndjekim pak më vonë themi, pas ca sekondash, një duet me Rilindin, që po përmendim, por gjithsesi tek preferencat e tua, i preferon duetet apo preferon të ngelesh tek projektet singles? Jo, nuk e kam problem, me shumë kënaqësi i bëj duetet, edhe ky është një projekt, do me thonë, puro artistikisht, mund të them lirisht, është një eksperiment që e kemi bërë bashkë edhe na ka pëlqy, edhe e kemi punu, e kemi lançu, kështu që jemi nuk ka qenë qëllimi jonë që ta kapim këtë gjën që të ndonjë gjithë artistët kohën apo viralitetin. Fiks është një gjë që neve shpirtnisht na ka kënaq, kështu që a e bëjmë, sepse fundit japim përgjegjësi, edhe ai është një muzikant shumë i mirë, dhe unë merrem profesionalisht me muzikë, kështu që thamë t'ja bëjmë një dhurat vetes dhe publikut. E po ndëgjojmë atëherë, rikthehemi sërish për ta komentuar. Në këtë natë plot me yjet të nalt, dëgjoj zërin tënë si kur flak, kërkoj në erësir pa ngrotësi, sytë mi të këti janë këthyër tana, dhe zemra mëre me ritëm të ftot, ti e gjithmonë në mandjen time, në këto rrugë të lagura e të shkret, vetëm ti e drita e vërtet. O dashuria ime, në këtë natë me t'ingujtu, do të këndoj për
gratë e mi. Me ty, vetëm me ty, çdo moment bëhet kujti. Ja ka vlejt me prit, e dija se do vish në kratë e mi. U dashuria ime, në këtë natë me t'ingujtu, do të këndoj për ty. Në këtë natë qelli pa kufi. O dashuria ime, në këtë natë me t'ingujtu, do të këndoj për ty. Këtë natë qelli pa kufi. Dashuria ime, Një projekt shumë i bukur në bashkëpunim me këngëtarin Rilin Dalimani, apo jo? Po, është një projekt që përbëhet nga zhanret jazz blues dhe e kemi punu me shumë dashuri dhe besoj se ja ka vlet. Me sa kam pa unë, ka qenë mjaftueshëm i pëlqyer, apo jo? Ka qenë, sepse ne e vërejmë, sidomos në për këto do i ndërlidhja hengjet për shumë familjare që i kanë, zakonisht në për hyrjet e qifteve e për zgjedhjen si këngë, kështu që në këto detaje shef që kënga pëlqehet. Do kemi ndoshta së shpejti të tilla projekte apo bashkëpunime, sërish qoftë në këtë linjë muzikore apo edhe vetë me Rilindin apo me të tjerë. Unë jam i hapur çdo herë për çdo kënd që ka një projekt normal me ato kërkesat e mia, kështu që nuk i them askujt jo, po për momentin e kam qëllim vetëm singllin, kështu që ta lançoj një herë singllin, pastaj duke parë, duke bërë. Po unë Leotrin kam mbetur të uroj vetëm suksese, qoftë me projektin, po edhe me pjesëmarrjen në festival, gjithsesi ne uroj të ritakohemi sërish për të biseduar mbi ato suksese që besoj do kenë rezultate të shumë të suksesshme dhe të mira, edhe uroj që jemi sërish së bashku për të diskutuar në përgjithësi për sukseset që të presin tutje. Patjetër, edhe një herë shumë faleminderit për ftesën, jeni çdo herë që i përkrahni artistët dhe këngëtarët me vlera, do kisha thënë, kështu që faleminderit për ftesën edhe unë jam i hapur gjithmonë që t'jem këtu me ju. Falenderoj edhe unë edhe një herë që ke gjetë kohë dhe mundësinë të jesh sot me ne, vërtet shumë kënaqësi që të kisha. Faleminderit shumë. E tash të dashur, erdhi koha t'ju përshëndes unë edhe për sot, duke ju uruar një pasdite sa më të këndshme për t'u ritakuar sërish të mërkurën në të njëjtën kohë. Mirupafshim dhe mirëmbëjtje.